Të dashur miq dhe ndjekës besnik të The Dalina Show. Sonte, teksa nisim episodin e fundit për vitin 2025, dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm. Një vendim që nuk ka qenë i lehtë, sepse ky program ka qenë një pjesë shumë personale e jetës time. Për ata që nuk e din, unë jam bashkëthemeluese dhe CEO e Andale Media. Kjo do të thotë që unë kam përgjegjësinë dhe fjalën e fundit për gjithçka që shihni dhe që do të shihni në këtë platformë. Dhe kjo përgjegjësi kërkon vizion, punë të përditshme, gabime, korrigjime dhe fokus të plot. Është rrallë që një drejtues i një mediaje me kaq shumë prodhime të jetë njëkohësisht edhe krijues, edhe moderator. Gjatë këtij viti unë kam drejtuar mbi 50 episode të The Dalina Show. Kam dëgjuar qindra histori dhe bashkë me kryeredaktoren e programit Elona Jaçellarin dhe Jonën, kemi kaluar orë të tëra duke krijuar një hapësirë ku njerëzit të ndihen realisht të dëgjuar. E krijuava seancën e parë për të thënë shqiptarëve që ekziston një vend në media ku historitë nuk përdoren, nuk trajtohen sipërfaqësisht dhe ku e vërteta ka vend edhe kur nuk duar trokitet. Shpesh kam dal nga kjo studio më i lodhur, por edhe më e pasur si njeri. Sot, po të rishim nga ky program, jo sepse po largohem nga njerëzit, por sepse po largohem nga një rol që e kam jetuar deri në fund. Viti i dytë i Andale kërkon fokusin tim të plosit CEO, pra pas skene, për të ndërtuar struktura, institucione dhe vazhdimsi. Seanca e parë nuk ka më nevojë për mua. Jona është zëri profesionist që ju duhet. Dhe Elona do të vazhdoj ta udhëheq këtë format me të njëjtin integritet. Ju më keni dhënë besimin tuaj dhe këtë nuk e kam marrë kurrë si të mirëqen. Unë do të jem këtu duke punuar që Andali të sjell edhe më shumë prodhime me kuptim. Udhëtimi ynë i përbashkët nuk mbyllet këtu. Ai sapo hyn në një fazë tjetër. Ju falemnderit nga zemra. Ju dua dhe gëzuar festat. Goza, sa më duke një të bukura se kur, Elona një herë që kryesisht mbrapa skenës, kur ne xhirojmë gjithkohës aty dhe je gjithmonë kështu me xhinse me. Që sot vrapova dukurohem. Çe kurohesh, duhet shumë mirë. Elona ti ke eksperiencë, duke ke vetëm si gazetare, si ke 20 vjet dhe unë duhet ta them këtë që Elona ka mbi 20 vjet gazetare për ata që nuk e njohin. Në sociale, ne kemi punuar bashk dikur tek Pazite Top Channel, edhe aty jemi njohur dhe jeni nga gazetarë më me integritet, që unë duhet ta veçoja këtë dhe që unë dhe Jona e dim se sa e ndihesh me ndaj gjithë historive. Dhe je ajo që i merr historitë e para se të vinë historinë në tavolinën time, je ti që e merr historinë, e flet me njerëzit dhe vjen pastaj tek mua shumë e ngarkuar, thot, kam të histori dhe flet me kaq pasion, kështu që unë nuk besoj që askush tjetër nuk ta bënte me pasionin që e bën ti këtë gjë sepse ti realisht e ndjen. Faleminderit shumë për fjalët, edhe e vlerësoj pafund këtë mundësi, po e marr sot këtë program me shumë përgjegjësi mbi supa, një program që të dyja kemi dashur shumë prej fillimit, edhe më shumë se sa një program e kemi konsideruar një mision këtë program, dhe të treja ne e dim se sa ky emision ka pasur forcë të zbusë shpirtra edhe të ndriçoj mendje. Kështu që së bashku me Jona do të vijoj me seancën e parë. Faleminderit. Do të falenderoj, po më dukesh pak si amerikane, si zëdhën se shtypi shtëpisë bardhë. Nuk e di si ke marrë një pamje kështu. Nuk e di. Sepse Elona është kohës duke punuar dhe është kështu me xhinse, me gjëra shumë komode, edhe kisha kopa të parë kështu. Është ndoshta postura që postura detyron kamera të marrë. Dukesh e ftohtë tash pak, por nuk ja që ftohtë. Në fakt di përmendesh të tërë njerëzit di përmendesh gjithë ata që kanë shkruar këtu. Edhe realisht është edhe një moment për të falenderuar përpara se unë të largohem nga tavolina ime, sot ju jeni të dyja këtu. Ndoshta në vijim do kemi edhe ndryshime të vogla edhe në skenografi, por është edhe momenti për të falenderuar të gjithë historitë, janë qindra histori, nuk e di sa mijëra orë, edhe ata që na kanë ndjekur, jo vetëm që na kanë ndjekur, por sidomos ato mesazhe që kanë thënë që këto lloj terapish na kanë ndryshuar jetën ose perceptimin për jetën. Dhe unë gjej edhe këtu momentin për të falenderuar shumë Jonën për gjatë gjithë vitit. Je mrekullueshme dhe faleminderit një herë Elonës që propozoi Jonën
Në emisionin e parë nuk kam dyshuar fare tek që kur kam njohur ditën e parë dhe vazhdoj që të mos dyshoj, jam shumë krenare dhe shumë me fat që të kam pasur ty këtu se ashtu siç unë përmenda fjalën integritet që është kaq e rëndësishme në profesionet tona, qoftë të gazetarisë, qoftë edhe të psikologjisë dhe unë e di se sa integritet ke ti dhe sa ndjeshme je ti, madje ka dhe komente që është psikologja ndjeshme, psikologja është njeri dhe është ndjeshëm. Gjithsesi je edhe shumë rigoroze edhe shumë e respekton shumë profesionin tënd edhe kur unë më është dashur edhe të qesh edhe ndonjëherë marr kot kështu si putem duke qeshur me njerëzit që shkruajnë dhe ti e gjithmonë i qëndron shumë besnike e profesionit edhe unë të falenderoj shumë për këtë. Ke qenë dhe do jesh një forcë shumë e rëndësishme e programit në Vimsi. Kaq kisha tani, nuk do vazhdojmë dialogun sepse është koha për historitë. Po na emocionon para se të nisim me rrëfimet e historive që në fakt sot janë shumë të forta dhe më duhet të them Dalina që është përgjegjësi e madhe të marrë përsipër të zvendësoj rolin tënd. Nuk ti e Elona, unë jam Dalina në çdo formë, domethënë ndjeshmërinë që ke ti e ke të pakrahasueshme dhe ke eksperiencën tënde, kështu që absolutisht nuk është as vend për krahasim, nuk është as vend për nuk as po mbi vendosemi asgjë, secila është në vend e vet. E rëndësishme është që historia do të vazhdojë me të njëjtin edhe nga Jona, edhe nga ty që të prezantohet tamam si gazetare që të sjellë historinë këtu dhe më pas të kalojmë në analiza thella, kështu që e rëndësishme është që ne të respektojmë ato që na shkruan edhe ka besuar. Dua dhe të them diçka. Programi do të vazhdojë padyshim edhe do thoja semestrin tjetër, kjo do të sepse kam dy vajzat dhe kam fjalën semestër në sezonin tjetër. Do vazhdoj edhe në sezonin tjetër dhe kështu që bëni subscribe. Mund të kenë ndryshime në format, kjo është problem për të diskutuar, por gjithsesi do të jenë prap histori, do të jetë prap zëri juaj, ai kryesori, protagonisti në këtë program. Kështu që mos harroni të bëni subscribe dhe unë me kaq po shkëputem, do kalojmë në një sikël për të filluar. Sot janë telefonatat live apo ja? Po, janë telefonat. Kemi tre telefonues live. Tre telefonues live. Ose të tjerë që mund të vinë surprizë. Po, të cilët po presin në link me histori surprizë secili. Faleminderit shumë edhe unë tani po largohem dhe do ju ndjek urgjent live shqyre kam afër shtëpi me studion dhe ju uroj më të mira. Faleminderit. Dhe ty shumë suksese me sfidat e reja të bukura në Antele. Ja, këtu jam, brapa skene. Okej, atëherë mbas sigles do futem direkt